Shtëpia e Big Brother Kosovës është një vend ku çdo veprim, çdo vështrim dhe çdo fjalë mund të ketë pasoja të menjëhershme. Çdo emocion, qoftë ai i sinqert apo i kalkuluar, bëhet pjesë e lojës dhe çdo marrëdhënie kalon në filtrin e kamerave dhe vëmendjes publike. Një nga momentet më të diskutueshme dhe dramatike të këtyre ditëve ka qenë situata mes Albas dhe Limit dhe reagimet e Dolces dhe Bias, të cilat treguan një dimension tjetër të emocioneve brenda shtëpisë, xhelozinë, rivalitetin dhe tensionin që lind nga dëshira për afërsi. Gjithçka filloi me një moment që në dukje mund të dukej thjesht si një afrimitet i papritur. Alba, ndoshta e nxitur nga impuls, emocion apo strategji, e puthi Limit në buzë dhe duket se ishte me forcë, një gest që nuk la shumë hapësirë për interpretim. Në atë moment, atmosfera në dhomë u tensionua menjëherë. Të gjithë banorët e pranishëm ndjen një ndryshim të energjisë, një përzierje mes surprizës, habis dhe disi frikës nga reagimet që mund të pasonin. Dolces dhe Bias nuk e përjetuan këtë gest thjesht si një afrimitet të pafajshëm. Për to, puthja ishte një shkelje e hapur e hapësirës dhe marrëdhënieve të tyre me Limin. Xhelozia e Dolci dhe Bias u duk menjëherë, jo vetëm në fytyrat e tyre, por edhe në gjuhën e trupit, tonin e zërit dhe mënyrën se si filluan të analizojnë veprimet e Albas dhe Limin. Dolces, e cila kishte ndjenja të dukshme për Limin, filloi të tensionohej, duke vëzhguar çdo lëvizje të Albas me një përzierje pasigurie dhe irritimi. Bias, nga ana tjetër, dukej më e kontrolluar në fillim, por fjala e saj e ashpër dhe komentet ironike treguan se ajo ndjente se po humbiste një pozicion emocional në shtëpi. Analiza e këtij momenti tregon se Big Brother nuk është vetëm lojë strategjie. Këtu, emocioni i sinqert, ndjenja e xhelozisë dhe frika nga humbja e vëmendjes së një personi tjetër bëhen të dukshme në mënyrë të pakontrolluar. Puthja e Albas nuk ishte vetëm një gest fizik, ishte një provokim emocional që ndezi tensionin në mënyrë të menjëhershme. Limit, përkundër faktit se ishte në qendër të situatës, nuk reagoi me nervozizëm apo ndonjë shprehje të dukshme pa kënaqësie. Ai qëndroi i qetë, por shpesh i paqartë në gjestet dhe shprehjet e fytyrës. Kjo qetësi e tij shtoi tensionin, pasi nuk kishte një reagim të drejtpërdrejtë. Dolces dhe Bias ndjen se duhet të lexonin situatën dhe të kuptonin se çfarë do të ndodhte më tej. Ky moment i paqartë i Limit krijoi një hapësirë për spekulime, për interpretime dhe për ndjenja të thella xhelozie, ndërkohë Alba dukej e vetëdijshme për efektin e veprimit të saj. Ajo nuk u shfaq e penduar menjëherë, përkundrazi, një pjesë e gjestit të saj dukej si provokim i qëllimshëm. Në një lojë ku çdo marrëdhënie mund të përdoret strategjikisht, puthja mund të ketë pasur dy qëllime: të testonte reagimin e banorëve të tjerë dhe të krijonte një lidhje më të fortë me Limin. Por për Dolces dhe Bias, kjo nuk ishte më një lojë, ishte një kërcënim personal, një provokim që prek ndjenjat e tyre të sinqerta dhe sigurinë e pozicionit të tyre brenda shtëpisë. Tensioni u bë më i dukshëm kur Dolces, e cila shpesh e shfaq temperamentin e saj të fortë, ju afrua Limitit për të kërkuar sqarim. Dialogu që pasoi ishte i ngarkuar emocionalisht. "Çfarë po bën?" pyeti Dolces me një ton të lartë, që shpërfaqte një përzierje habie dhe zhgënjimi. Limit nuk përgjigjej menjëherë, duke krijuar një heshtje të rëndë që theksonte xhelozinë dhe pasigurinë. Bias, duke parë këtë situatë, ndërhyri me komentet e saj ironike dhe pak të acaruara, duke treguar se ajo nuk mund të pranonte situatën pa reaguar, edhe pse nuk donte të tregonte nervozizëm të plotë. Në këtë moment, shtëpia e Big Brotherit u shndërrua në një arenë emocionale, ku secili reagim kishte një pasojë të dukshme. Puthja e Albas nuk ishte më thjesht një akt fizik, ajo bëri që të shfaqen strategjitë e fshehta të xhelozisë, pasiguritë personale dhe ndjenjat të pashprehura që ndikojnë në marrëdhëniet mes banorëve. Analiza e këtij momenti tregon se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë përfitore apo eliminim. Këtu, çdo marrëdhënie, çdo afërsi dhe çdo konflikt emocional janë të dukshme në mënyrë të pakontrolluar, dhe publiku ka mundësinë të shohë emocione të vërteta që shpesh humbasin pas strategjive dhe intrigave. Puthja e Albas me Limin është një shembull klasik se si një veprim i vetëm mund të ndezë tensionin, të krijojë xhelozi dhe të zhvendosë balancën emocionale në shtëpi. Në përfundim, kjo ngjarje është më shumë se një skandal i përkohshëm në shtëpinë e Big Brotherit. Ajo tregon se ndjenjat njerëzore janë të ndërlikuara, të papritur dhe shpesh të paparashikueshme. Xhelozia e Dolces dhe Bias nuk është thjesht rivalitet, është reagim ndaj një veprimi që prek emocionet e tyre më të brendshme.
puthja e albas dhe qetësia e limit tregojnë se edhe një lojë e dukshme strategjike mund të shndërrohet në një test emocional, ku secili banor duhet të përballet me ndjenjat e veta dhe me mënyrën se si ato ndikojnë tek marrëdhëniet me të tjerët. Në këtë mënyrë, Big Brother Kosova vazhdon të tregojë se përtej intrigës dhe lojës strategjike, ndjenja njerëzore janë përherë në qendër të ekranit dhe çdo moment i papritur mund të bëhet një reflektim i thellë mbi dashurinë, xhelozinë dhe ndikimin që kemi tek njëri tjetri.